Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Rregullat të përgjithshme për agjërimin. Çdo punë e mirë dhe ndershme ka rregulla ligje të caktuara, kështu dhe agjërimi. Mënyra më e mirë për të kuptuar rregullat e agjërimit është të pyetur. Duke pyetur e duke marrë përgjigje, duke diskutuar dhe duke shpjeguar, njeriu mëson. Kjo ndodh për sa u përket gjërave të veçantë. Por kemi edhe rregulla të përgjithshme të agjërimit, të cilat duhet i respektojmë dhe t'i praktikojmë të gjitha. Në këtë pikë të fundit do të ndalemi për disa çaste të ushqyerit nga halal, në mënyrë që të ndihmohemi në respektimin e Allahut dhe që lutjet i ibadetet tona të pranohen tek i Madhi Zot. Me të ushqyerit halal kuptohet përveç ushqimit të pastër dhe të punuarit të fituarit halal, të maturit saktë me peshore dhe të gjitha veprimet e tjera. Veçanërisht gjatë këtij muaji veprimet tona në marrëdhënie me të tjerët duhet të jenë të pastërta dhe të sakta. Edukata dhe rregullat e ushqyerit gjatë Ramazanit. Meqense kemi të bëjmë me një besim kaq të pastër dhe të rëndësishëm, Islami në muajin e Ramazanit ka parapo disa rregulla të rëndësishme që synojnë pranimin e agjërimit nga i Madhi Zot, si dhe kryen sa më saktë ti. Për kjo lidhet me dy terma, syfyri dhe iftari. Tashmë të njohura për ne, në vazhdim do të themi edhe ndonjë të re për to. Syfyri është veçoria e ummetit Muhamedit alayhis salam. Në agjërimin e popujve të më parshëm nuk kishte syfyr. Ata agjëronin pa syfyr. Për këtë pejgamberi alayhis salam tha: ajo që dallon agjërimin ton prej ehli kitabëve është ngrënia e syfyrit. Ehli kitab pra janë krishterët dhe hebrejt. Para Islamit dhe në fillim të tij i ndalohej të ngrënit dhe të pirët atij që agjëronte. I ndaloheshin marrëdhëniet me bashkëshortën, që nga koha kur bie në gjumë deri në ditën e nesërme në akşam, pas perëndimit të diellit. Pra koha e iftarit për ta ishte nga akşami deri në yatsi. Bile edhe po të flente pas akşamit po e folur yatsin e kishin të ndaluar të hanin derisa i ndodhi kjo. Kais bin Salmetes, kur erdhin nga kopshti i tij në lagjën e Kubas në Medinë, u kishte kishte punu deri pas akşamit, por sa u kthye në shtëpi gruaja shkoi t'i sjell ushqimin, por nga lodhja e mori gjumi. Kur gruaja i solli ushqimin atij, nuk i lejohej më të hante e të pinte. Kështu detyrua të vazhdoi agjërimin edhe ditën tjetër. Të nesërmen nga lodhja i ra të fik. Pejgamberi alayhis salam dëgjoi për këtë ngjarje, u mërzit dhe i erdhi keq. Edhe një sahab, shok i pejgamberit, shkon te gruaja e tij për të fjetur me të, dhe ajo i përgjigjet se ka fjetur më parë dhe tani është agjërueshëm, duke menduar se ajo po e pengonte për marrëdhëniet intime. Pas insistimit kryen marrëdhënie me të. Më pas kuptoi se kishte mashtruar veten dhe se gruaja i kishte thënë të vërtetën. I penduar shkoi te pejgamberi alayhis salam për çka atij i erdhi zor. Pas kësaj, Allahu xhaleshanuhu në shenjë mëshire dhe lehtësimi, robët e vet zbriti ajetin, citatin e më poshtëm. Allahu e di se ju e keni mashtruar veten, andaj ju pranoi pendimin tuaj dhe u afali gabimin. Tash tutje, bashkohuni me to dhe kërkoni atë që ju ka caktuar Allahu dhe hani e pini derisa të dallohet qartë peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojeni deri në mbrëmje. Surja Bekare ajeti 187. Me këtë citat kuranor, Allahu na mundsoi që të jemi të lirë të ham, të pim dhe të kryjmë marrëdhënie gjatë tërë natës nëse jemi në muajin Ramazan. Kjo nuk është diçka e re, sepse për këtë ne ishim të lirë gjatë gjithë vitit. Por që e re për shokët e pejgamberit. Për ne e re është ngrënia e syfyrit, për cilin pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Grihuni të hani syfyrin, nga që në syfyr ka bereqet." E mira e tij është se ai e lehtëson agjërimin gjatë ditës. Pejgamberi alayhis salam ka ndaluar që ai të hahet herët gjatë natës pa pritur që të gdhijë. Ngrënia e syfyrit pra mund të realizohet qoftë edhe me pak ushqim ose ujë me hurme. Iftari është mirë që të hahet posa të hyjë koha e tij. Për këtë në një hadith transmetuar nga Sahel bin Saadi, populli do të vazhdojë të jetë në synetin, traditën time përderisa në iftarin e tyre nuk i presin yjet. Me çka duhet bëjë iftari? Nëse ndonjëri nga ju bën iftar, le ta bëjë atë me hurma, nga që në to ka bereqet. Nëse nuk gjen hurma, atëherë ta bëj me ujë, se ai është i pastër. Nga hadithet mësojmë se pejgamberi alayhis salam bënte iftar me 3 kokra hurme ose me diçka që të ishte e paprekur nga zjarri. Pas ngrënies së iftarit mund të bëhen lutje si: O Zot, për ty agjërova dhe me riskun tënd po bëj iftar, ose të thuhet falëndërimi dhe lavdërimi qoftë Allahut që na bëri të mundshëm të hamë të pim nga mirësitë e tij, na bëri prej besimtarëve të fesë islame, e cila është më e dashura për Allahun xhaleshanuhu. Na bëri prej atyre që të përmendim Zotin shpesh dhe pa ja da. Falëndërimi qoftë mbi ata që kanë përgatitur këtë ushqim, mbi ata që han këtë ushqim dhe mbi ata që gjenden në këtë vend. O Zoti i gjithësisë, na i shto të mira tuaja dhe mos na i mungo për nder të madhit pejgambers. Alhamdulillahi rabbil alamin. Në shpejtimin e iftarit ka një fshehtësi sekret të vogël. Njeriu është i lodhur nga agjërimi i ditës dhe njëkohësisht është i larguar nga risku dhe nimetet e Allahut. Sapo i erdhi leja për t'i shfrytëzuar dhe përdorur ato, nuk duhet të vënohet, por duhet të fillojë iftarin
i gëzuar për të mirat që i dha Allahu xhaleshanuhu, siç thuhet në një hadith. Ai që agjeron ka dy gëzime. Një, kur bën iftar, gëzohet me iftarin e tij, dhe kur të takojë Allahun, Zotin e tij, do të gëzohet me agjerimin e tij. Në kohën mes syfyrit dhe iftarit duhet të largohet nga gjërat e dyshimta. Gjatë marrjes së abdes nuk bëhet gargare, ashtu si nuk është mirë të luaj me bashkëshorten. Nëse friguhet se prish agjerimin. Për këtë transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, u thuhet, pejgamberi ka qenë prej atyre që nuk bënte lojra gjatë kohës kur ka qenë agjerueshëm me bashkëshorten. Dhe kush prej jush mund ta përmbaj veten si Muhamedi alayhis salam. Pra, këto ishin disa prej rregullave të agjerimit. Pe agjerimit është edhe niyeti bëhet për Zotin me vendosmëri të plotë. Prandaj edhe veprat vlerësohen sipas niyetit apo qëllimit, siç thotë edhe pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhis salatu wassalam.